Një lajm bëri xhiron e rrjetit së fundmi pasi u dyshua se Egli Tako, para se të niste romancën me Gjesti në Big Brother VIP, ka qenë në një lidhje me instruktorin e palestrës, Mario Oldashin. Dyshimet nisën pasi një nga ish-banorët e Big Brother VIP 4, Gert Ferra, në një intervistë në Top Albania Radio, tha se Mario e kishte shoqëruar Eglin në studion e Top Channel një ditë para hyrjes në shtëpinë e Big Brother VIP më 21 dhjetor. Ndaj ish-banori dyshonte se mes tyre kishte diçka më shumë se marrëdhënie shoqërore. Mirëpo Egli hodhi poshtë fjalët edhe në post Big Brother, ku pretendoi se asnjëra nga këto nuk është e vërtetë. Por nga ana tjetër, një foto e dyshes që kanë qenë në Itali, duke pozuar për një kompani orash, dëshmojnë të kundërtën. Fotot e Marios dhe Eglit janë bërë në të njëjtin vend dhe u postuan në të njëjtën ditë. Ndonë se Egli mohoi romancën me Marion, ky i fundit ka reaguar në llogarinë e tij në Instagram ku shkroi: "Është ditë e diel, je instruktor palestre dhe jeta është e bukur." Ky reagim është marrë si një kunjë ndaj Eglit, e cila kishte thënë se Mario ishte thjesht një instruktor dhe asgjë më shumë. Aktualisht dyshja në fjalë nuk e kanë follow njëri tjetrin, duke nënkuptuar kështu se nuk ruajnë me asnjë lloj marrëdhënie bashkë.